Përshëndetje. Në këtë video do të fokusohemi më shumë tek analizat e para më të thjeshta deskriptive. Këtë e bëjmë pasi që kemi kaluar në për transformimin e variableve dhe I kemi bërë të bazat gati. Edhe mund ta bëjmë ta nxjerrim mesataren, medianën, modën, por fillimisht desha të flas diçka më shumë mbi konceptet elementare statistikore, si për shembull të mostrës edhe shpërndarjeve të ndryshme statistikore. Atëherë këtu e kam marrë variablin e numrit të fëmijëve në shtëpi, që këtu në databazë është raportuar nga numri 1 dhe deri në numrin 10. Siç mund ta shihni, ka pasur pak familje me një fëmijë edhe më pak familje me 10 fëmijë. Tash, pse po e marr këtë variabël vazhdimisht është sepse është ilustrim I mirë, është variabël intervale, edhe shumë analiza të ndryshme statistikore kanë kuptim nëse kryhen me këtë variabël. Atëherë po e shihni se këtu mund të vizatohet një farë vije e caktuar që e parafron shpërndarjen e vlerave të ndryshme në këtë variabël, nga në për mostra të ndryshme, në këtë rast vetëm në këtë mostër. Edhe shumë nga pyetjet statistikore janë në fakt përpjekje për ta përmbledhur këtë shpërndarje statistikore në mënyra sa më të thjeshta. Dhe mënyra më e thjeshtë për ta bërë përmbledhjen në pak fjalë ose në pak numra të kësaj shpërndarje është në këtë rast mesatarja. Tash mesatarja çka është përpjekje për ta përmbledhur një shpërndarje me një numër të vetëm. Do thotë pyetja është numri I fëmijëve, kjo variabla këtu. Nëse secilën vlerë do ta zëvendësonim me një numër të ndryshëm, dhe do ta krijonim një variabël të re me vlera të ndryshme, atëherë ne mund ta kalkulojmë distancën mes të dy variableve. Do thotë sa shumë ndryshojnë këto dy variabla mes vete, edhe kjo mund të bëhet në mënyrë rigoroze matematikore. Sidoqoftë, ne mund ta zëvendësojmë secilën vlerë këtu, jo me një numër të ndryshëm, por me numrin e njëjtë që njëherë për njëherë tregojmë me pikpyetje. Edhe pyetja është nëse secili numër e zëvendësojmë me pikpyetje, atëherë kjo variabla këtu, numri I fëmijëve, do ta ketë një distancë të caktuar, do të jetë e ndryshme nga kjo variabla që e ka gjithkund të njëjtën numër, do thotë numrin në këtë rast numrin e fshehur që dëshirojmë ta gjejmë. Edhe pyetja është cili numër do të ishte ai që kur do të bëj kjo procedurë do ta kishte distancën më të vogël nga kjo variabla origjinale, nga variabla fillestare. Edhe përgjigjja ndaj kësaj është saktësisht mesatarja. Mesatarja është I vetmi numër që kur të zëvendësohet në çdo rast do ta bënte gabimin më të vogël. Çdo vlerë tjetër po të zëvendësoj këtu do ta bënte një gabim më të madh. Ky është definimi I mesatarës dhe kjo tregon se pse mesatarja përdoret. Definimi që jepet zakonisht nuk është edhe aq adekuat sepse për disa lloje të ndryshme të variablave nuk funksionon dhe nuk ka kuptim, por ky definimi këtu ka kuptim edhe tregon arsyeën e vërtetë pse e përdori mesataren. Do thotë mesatarja është numri unik që e bën këtë. Pas mesatarës, një pyetje e tjetër e natyrshme që mund të bëhet është sa gabojmë kur e zëvendësojmë mesataren në secilin numër. Edhe përgjigjja është një numër I caktuar, një matje e gabimit ton, sepse edhe pse mesatarja na garanton që gabimi do të jetë më I vogël I mundshmi, prapse ky gabim mund të jetë relativisht I madh, edhe pse është më I vogël. Dhe këtë sasinë e gabimit e kuantifikon ajo që quhet devijimi standard. Edhe devijimi standard mësohet në kurse të ndryshme të statistikës, kalkulohet me ngritje në katrore dhe rrënjë katrore të ndryshme, por krejt çka është devijimi standard është matja e këtij gabimi
edhe në fakt ngritjet në katrore dhe rrënjët katrore janë aty për shkak të teorimit së Pitagorës apo për shkak të mënyrës se si I kalkulojmë distancat në matematikë. Po për këtë mund të gjeni më shumë informata në ndonjë libër të ndryshëm. Kështu, tash po fillojmë me matjet elementare statistikore të frekuencave, edhe për këtë nuk do ta marrim numrin e fëmijëve, po do ta marrim një rast shumë të thjeshtë, për shembull gjinin. Edhe gjinia mund të jetë 1 ose 2 që e kemi koduar si femër, 1 femër, 2 mashkull, dhe shkojmë këtu në analyze, descriptive, sepse raportet do t'i mbulojmë në një video të veçantë, descriptive statistics, edhe shkojmë tek frekuencat. Edhe tek frekuencat sjellim gjinin në këtë anën e djathtë, shkojmë te statistics që ta definojmë se çfarë dëshirojmë të nxjerrim, edhe tregojmë që dëshirojmë ta nxjerrim vetëm modën. Arsyeja për këtë është sepse gjinia është variabël nominale dhe vetëm moda nga këto ka kuptim të llogaritet. Pastaj me ndonjë variabël tjetër do të llogarisim edhe statistikat e ndryshme, sepse ato do të kenë kuptim në ndonjë variabël intervale. Atëherë shkojmë me continue në charts. Këto janë grafikonet e ndryshme. Do ta kemi edhe një video të veçantë për dizajnimin e grafikoneve, sepse SPSS e bën edhe këtë. Dhe do ta shkojmë me pie charts. Kjo e bën një grafikon në formë rrethi, do thotë si torte, ashtu është edhe emri. Edhe aty mund ta zgjedhëm se atë ti tregoj frekuencat apo përqindjen. Në rastin e pie chart zani shkon me përqindje, shkojmë OK, formati, stili janë krejtësisht në rregull, do të thotë nuk ka nevojë këtu të ndryshohet diçka. Bootstrap, kjo është një opcion shumë I rëndësishëm në statistikë dhe në SPSS dhe do ta kemi një video të veçantë edhe për këtë. Tash nëse shkojmë OK, këtu automatikisht në këtë dritaren tjetër, do thotë të inputit, të outputit realisht, tregohet analiza që e ka përgatitur SPSS dhe këtu fillimisht na tregon se 1363 persona janë valid, do thotë e kanë treguar gjinin e tyre, kurse vetëm 2 persona nuk e kanë treguar gjinin. Edhe moda na tregon se është numri 2. Në këtë rast numri 2 ishte meshkuj dhe kjo na tregon informatën shumë thjesht se ka më shumë meshkuj se femra si kategori në mostrën tonë. Tash, kjo tabela tjetër tregon diçka më specifike, tregon se në mostër kanë qenë 669 femra dhe 694 meshkuj. Këtu e tregon totalin që e pamë edhe në këtë tabelën tjetër. Edhe këtu I tregon përqindjet, me sa përqind korrespondon ky numër dhe me sa përqind korrespondon ky numri tjetër. Siç e shihni, totali I përqindjes është vetëm 98.6 dhe jo 100%, sepse këta personat që mungojnë, që nuk e kanë deklaruar gjinin, e përbëjnë 1.4% të popullatës. Për ta korrigjuar këtë gabim, SPSS e jep edhe përqindjen valide, do thotë përqindjen e meshkujve dhe femrave, pasi që të eliminohen këta 1.4% të njerëzve, edhe normalisht që pastaj totali do të jetë 100%, sepse prej atyre që kanë raportuar gjinin e tyre, kanë mundur të raportojnë ose femër ose mashkull. Përqindja kumulative është krejt e njëjta, vetëm se këtu kategoria e dytë, në këtë rast mashkull, nuk jepet si e vetme, por jepet si 49.1 plus 59 që pastaj është 100. Kjo kolona këtu nuk ka ndonjë vlerë në këtë rast, por kur ka më shumë kategori, mund ta shikojmë përqindjen e tyre kumulative dhe ta raportojmë. Atëherë, këtu po e shihni se SPSS nuk ka raportuar as mesatare, as devijim standard, as gjë tjetër, sepse ne nuk I kemi thënë që të raportoj. Por nëse I themi, SPSS raporton edhe mesataren edhe devijimin standard dhe gjithçka tjetër, pasi që SPSS nuk e din automatikisht se kjo është variabël nominale. Për ata ne duhet të kemi kujdes vet
dhe t'i aplikojmë analiza statistikore vetëm në rastet kur ato analiza kanë kuptim. Atëherë këtu mund ta shohim pie chartin, të cilin e specifikuam më herët. Gjinia pjesëmarrësit, të gjelbrit janë meshkujt, të kaltrit janë femrat. Këtu nuk e paska tregu përqindjen e tyre, por këtu mund të shihet se meshkujt janë pak më shumë në përqindje në numër se sa që janë femrat. Këtu mund ta hapim tabelën dhe t'i shohim disa mundësi. Por këto do t'i shohim në një video tjetër më saktësisht. Edhe kjo manipulimi i tabelave me double click është më i nevojshëm për lloje të ndryshme të chartave. Në rregull, atëherë po vazhdojmë me variablën që e patëm më herët, numrin e fëmijëve, dhe këtu mund të kryejmë analiza më të sofistikuara statistikore. Atëherë prapë shkojmë te Analyze Descriptives, Frequencies, e heqim gjinin, e marrim numrin e fëmijëve nga këtu poshtë diku, edhe pastaj shkojmë te Statistics dhe këtu e vendosim numrin 5, ju tregoj më vonë arsyen. Edhe i marrim pak a shumë të gjitha statistikat përpos kësaj dhe kësaj. Tash më vonë e shohim pse. Shkojmë me Continue, në Charts shkojmë te histogrami edhe e bëjmë këtë opsion që të na vizatoj atë vijen për të në folja mbi graf, e shohim më vonë edhe këtë. Dhe të tjerat janë krejt në rregull. Shkojmë në OK. SPSS-i këto zakonisht i bën shpejt, nga njëherë mund t'i bëjmë ngadalë. Këtu na tregon se spari histogrami nuk mund të gjenerohet sepse vlerat janë string dhe nuk janë numeric. Dhe për ta rregulluar këtë, atëherë në fakt duhet ta mbyll databazën dhe ta hap përsëri, sepse ndërkohë e kam bërë string dhe i kam humbur disa informata, kështu që duhet të filloj prej fillimit, por nuk ka rëndësi. Presim derisa të hapet SPSS-i. Vazhdoj me analizën e njëjtë që e patëm. Numri i fëmijëve, të gjitha statistikat. Do thot e kemi bërë krejtësisht të njëjtën, edhe këtu më poshtë del histogramin. Do thot, kjo quhet histogrami, ta shohim pak a shumë, këtu është kjo vija që SPSS-i pret që ta ketë shpërndarja, normalisht shpërndarja nuk e ka saktësisht këtë vijë. Kjo vija quhet shpërndarja normale, the normal distribution, dhe për këto do të flasim shumë gjatë këtyre video dhe do t'i them disa fjalë tash në këtë video. Këtu mund ta shohim me njëherë që numri 3 është më prominenti, do të thotë shumica e familjeve në këtë mostër, më shumë se 500 prej familjeve kanë 3 fëmijë apo më shumë, 3 fëmijë, saktësisht 3 fëmijë në shtëpi. Edhe këtu mund ta shohim këtu mund ta shohim modën. Moda është 3. Edhe kjo tregon se numri 3 është më i shpeshti në databazë sa i përket kësaj variables. Edhe mediana është 3. Mediana do thotë është nëse do t'i rendisnim të gjithë personat nga ata që ka numrin 0 fëmijë në shtëpi deri tek ata që i kanë 10 fëmijë në shtëpi, sepse 10 këtu është maksimumi. Atëherë nëse marrim personin e mesit, ky person e ka raportuar numrin 3. Do thotë i kemi gjithsej 1362 fëmijë. Nëse marrim fëmijën e mesit, saktësisht mesit,
atëherë ky fëmijë e ka raportuar numrin 3. Do të kjo është kuptimi i medianës. Kuptim mesatarja është në këtë rast 3.17, do të thotë pak më shumë se 3. Edhe siç e thash, nëse do ta merrnim numrin 3.17 dhe do ta zëvendësonim gjithku në variablën numri i fëmijëve, atëherë kjo do ta bënte gabimin më të vogël se sa të gjithë numrat e tjerë. Devijimi standard nuk është ky është një matje që për cilën do të flas më vonë, është shumë e rëndësishme në fakt, nuk raportohet shpesh, edhe pse për mendimin tim duhet raportohet. Devijimi standard është këtu. Është 1.27. Edhe zakonisht decimalja e tretë nuk raportohet asnjëherë. Tash interpretimi i devijimit standard është ky. Do thotë e marrëm mesataren që është 3.17 dhe shkojmë me plus minus devijimi standard. Do thotë plus minus 1.27 që i bie dikon 3.17 minus 1.27 2.9 ndoshta, kurse 3.17 plus 2.27 i bie ndoshta 3.4. Dhe nga kjo distancë, nga 2.9 te 3.4, gjendet një përqindje e lartë e popullatës. Do thotë ideja është që shumica e popullatës gjendet në këtë interval dhe këtë e tregon devijimi standard. Tash, për të qenë rigoroz, ekziston një teoremë matematikore që quhet Chebyshev's inequality apo jo barazia e Chebyshevit. Këtu jam në Wikipedia duke lexuar për të. Edhe këtu tregon me disa, kjo tabelë është më e mirë, këtu tregon me disa vlera të thjeshta të devijimit standard se sa përqind e popullatës është e garantuar të jetë në atë interval. Do thotë, edhe kjo vlen për çdo shpërndarje statistikore që ka një mesatar dhe një devijim standard. Do thotë, nëse shkojmë plus minus 2 devijime standarde, në këtë rastin ton, nëse shkojmë plus minus 2 herë 1.27, do thotë 2.54, nëse shkojmë 3.17 plus minus 2.54, atëherë është e garantuar që 75% e popullatës të gjendet brenda atij intervali. Do thotë mund të jetë më shumë se 75, por 75 është minimumi. Nëse shkojmë plus minus 3 devijime standarde, atëherë është e garantuar që 89% e popullatës të jetë e përfshirë në këtë rang. Tash, zakonisht si e gjeni shpjegimin e devijimit standard është pak më ndryshe, dhe nëse kemi një shpërndarje perfekte normale, sikurse kjo vija këtu, që në këtë rast po shihet që nuk e kemi, atëherë devijimi standard e ka një kuptim shumë më të mirë, edhe që na ndihmon shumë më shumë. Këtë mund ta shihni këtu, do thotë, nëse do ta kishim një variabël që do ta kishte një shpërndarje të tillë, për shembull koeficienti i inteligjencës në një popullat të përgjithshme apo gjatësia në centimetra në një popullat të përgjithshme e ka këtë shpërndarje. Shumica e kanë gjatësinë mesatare, sikurse kjo miuja, shkronja greke miu, është në fakt mesatarja e popullatës, dhe ka shumë pak njerëz që janë shumë të gjatë dhe ka shumë pak njerëz që janë shumë të shkurtë. Shumica e njerëzve kanë gjatësi afër mesatares, që tregohet sa shumë njerëz kanë në këtë rang nga devijimi standard, dhe nëse e kemi një shpërndarje normale, është e garantuar që 68% të rasteve, 68% të njerëzve të kenë devijim të gjenden në rangun mesatarja plus minus 1 devijim standard. Kurse nëse shkojmë mesatarja plus minus 2 devijime standarde, 95% e njerëzve kanë gjasa të gjenden në këtë interval. Kurse nëse shkojmë
plus minus 3 devijime standarde nga mesatarja, atëherë 99.7% e njerëzve do të gjenden në këtë interval zakonisht. Tash në shkenca të ndryshme shpesh bëhet supozimi që në fakt variablat tona kanë shpërndarje normale, kjo shpesh nuk është e vërtetë, po ekziston një arsye shumë e mirë pse supozohet kjo, që do ta shohim në një video më vonë. Një pjesë e madhe e statistikës bazohet saktësisht tek supozimi se të dhënat kanë shpërndarje normale dhe ekzistojnë mënyra rigoroze statistikore për ta testuar se a është e vërtetë kjo apo jo. Atëherë shkojmë prapë te outputi që e kemi. Këtu SPSS na tregon edhe variancën. Varianca është thjesht devijimi standard në 4 orë. Kjo është e nevojshme për arsye të ndryshme matematikore, por zakonisht nuk raportohet. Skewness është një matje e asaj se sa është jo simetrike variabla jonë. Në këtë rast po shihet se është jo simetrike për shkak se 2-shi është shumë i ndryshëm nga 4-shi, 5-shi është shumë i ndryshëm nga 1-shi, edhe 6 është shumë i ndryshëm nga 0, sepse nuk ka asnjë person që ka raportuar 0 fëmijë në familje, kurse ka persona që i kanë raportuar 6 persona në familje. Dhe skewness e kuantifikon masën se sa jo simetrik është distribuimi, dhe sa jo simetrik është shpërndarja që e kemi. Shpërndarja normale ka skewness, nuk ka fare, do thot asimetri, është krejtësisht simetrike, dhe kur e shihni një skewness që dallon nga numri 1, atëherë mund të jeni të sigurt se shpërndarja nuk është në fakt normale. Tash devijimi standard i skewness është në fakt gabimi standard i skewness, edhe për këto mund të flasim në një video tjetër sepse është statistikë më komplikuar. Kurtosis është matja se sa e koncentruar është kjo shpërndarje, do thotë sa është se sa është e lartë dhe e ngushtë apo e ulët dhe e sheshtë, do thotë e gjerë. As kjo nuk raportohet shpesh, raportohet vetëm në raste të rralla ku dëshirojmë ta krahasojmë distribuimin tonë me një distribuim normal apo distribuim standard siç quhet. Edhe kjo kurtosis e ka një gabim standard. Gabimet standarde do të mbulohen më në thellësi. Rangu është 9 në këtë rast. Kuptimi i rangut është vlera më e lartë minus vlera më e ulët, në këtë rast 1. 10 minus 1 është 9. Dhe është shumë e rëndësishme të përmendet kjo, se sa është rangu, sepse na tregon se 9 vlera gjithsej janë në këtë databazën tonë. Dhe me këtë numër, një person i tretë që e lexon punën tuaj ose e shikon databazën tuaj, analizat tuaja statistikore, e sheh automatikisht e sheh kompleksitetin e databazës, sepse numri 9 tregon që 9 vlera i kanë raportuar njerëzit, që tregon se databaza është relativisht komplekse. Minimumi dhe maksimumi e tregojnë numrin më të vogël dhe numrin më të madh, dhe rangu është thjesht diferenca këtyre, kurse shuma është sa nëse i marrim të gjithë sa fëmijë kanë raportuar, atëherë i kemi 4318 fëmijë. Do thotë nëse supozojmë se të gjithë fëmijët në këtë databazë kanë ardhur nga familje të ndryshme, do thotë nuk kanë raportuar për njëri tjetrin se sa janë, atëherë mund të supozojmë që në familjet e të gjithë këtyre fëmijëve që kanë raportuar në këtë databazë janë 4318 fëmijë. Tashti percentilet janë një gjë tjetër e rëndësishme në statistika deskriptive, edhe këto po e shihni që janë 3, 4, 5, 6, 7.
percentile të ndryshme, këtu SPSS-i ka gjeneruar automatikisht, edhe këtu është 20, numri 20. Kjo në fakt e ka kuptimin e përqindjes, edhe këtu është vlera 2. Kjo tregon se 20% e popullatës kanë 2 ose më pak fëmijë. 25% e popullatës kanë 2 ose më pak fëmijë. 40% e popullatës kanë 3 ose më pak fëmijë. Do thotë nuk është më numri 2, sepse duke u rritur përqindja, shkon edhe rritet edhe numri i fëmijëve. 50% e popullatës kanë 3 fëmijë ose më pak, edhe kjo është saktësisht mediana, për ata mediana ka numrin 3. Kurse fakti se numri 3 paraqitet edhe në vendje të ndryshme është pak a shumë aksident i mostrës. Por kjo është saktësisht mediana. Kjo është kuptimi i medianës. 60% e popullatës kanë 3 fëmijë ose më pak, kurse 75% e popullatës kanë 4 fëmijë ose më pak, së bashku me 80%. Do thotë këtu shihet se ky 80% e përfshin këtë 50% për shembull, sepse po thuhet 4 fëmijë ose më pak që e përfshin edhe 3 fëmijë ose më pak. Siç e thash, kjo quhet mediana, kjo quhet kuartili i parë, kurse kjo quhet kuartili i tretë. Do thotë është mediana e medianës. Gjysma e gjysmës së dytë është 75%, kurse gjysma e gjysmës së parë është 25%. Atëherë këtu e kemi edhe tabelën e kaluar. Kjo tabel është gjeneruar për shkak se ne ja kemi specifikuar SPSS-it që të gjeneroj statistika këtu, kurse kjo tabela tjetër gjenerohet sa herë të ekzekutojmë komandën frequencies, në analyze frequencies. Edhe këtu i shihni në frekuencat të ndryshme, do thotë sa në numër ka pasur fëmijë nga familje të ndryshme me numër të ndryshëm fëmijësh, edhe sa përqindje zën këto për brenda databazës. Do thotë këto janë pak a shumë analizat deskriptive, ka edhe analizat të tjera deskriptive, por që përdoren më rrallë. Shumica analizave që përdoren janë analizat që quhen inferenciale. Dallimi me statistikave deskriptive dhe inferenciale është sepse statistikat deskriptive merren vetëm me databazën që e kemi, me variablën që e kemi drejt për drejt në SPSS. Kurse statistikat inferenciale merren me ato të dhënat që nuk i kemi mbledhur, që nuk i kemi në databazë, edhe mund të thotë diçka kuptim plotë mbi ato të dhëna. Kjo mund të duket e çuditshme se si mund të dim diçka për të dhënat që nuk i kemi fare, por saktësisht kjo është fuqia e statistikës, edhe arsyeja pse përdoret aq shpesh, sepse tek e fundit ne nuk jemi të interesuar në këtë databazë, sepse kjo databazë mund të jetë krejtësisht e ndryshme se sa një databazë tjetër që e merr dikush nga nxënësit e njëjtë të shkollave të Kosovës, nga klasa e 5 deri në klasën e 9. Tash, ideja kryesore është se me një farë mënyre SPSS-i e ka një përmbledhje të databazës tonë, një statistikë të caktuar sikurse mesatarja, mean, edhe SPSS-i mendon nëse supozojmë se popullata e përgjithshme të cilën nuk e kemi mbledhur, tek e cila nuk i kemi mbledhur të gjitha dhënat, nëse supozojmë se kjo popullatë e ka një shpërndarje të mirë, e ka një shpërndarje të arsyeshme, edhe nëse supozojmë se do të marrim shumë mostra nga kjo databazë, nga kjo popullatë, do thotë një databazë kam unë, një databazë ka dikush tjetër, një databazë ka një person i tretë, edhe marrim shumë databaza në këtë mënyrë, atëherë SPSS-i e ka një mënyrë për ta qelluar se sa do të ndryshojnë databazat që i kanë njerëzit e tjerë nga databazat që e kemi ne. Edhe secila analizë statistikore mund të krahasohet me këtë numër. Një shembull krejtësisht i thjeshtë është mesatarja, në rastin tonë kemi 3.17, edhe SPSS-i me këtë standard error of the mean na tregon se
Nëse i marrim 95% të databazave të ndryshme që i kanë njerëzit të ndryshëm nga njëjta popullat, atëherë kjo mesatare është e sakt plus minus 0.3 pik në të gjithë bashkësinë e databazave të ndryshme. Më mirë është të themi se nëse e marrim 3.17 plus minus 0.3 që shkon nga 3.14 që deri tek 3.20, atëherë shansat janë 95% që një databazë që ka mbledh dikush tjetër prej popullatës së njëjtë të këtyre nxënësve të Kosovës, mesatarja që do ta gjejnë ata do të gjendet në këtë rang, do thotë nga 3.14 deri në 3.20 plus minus ky gabimi standard i mesatarës. Kjo është ajo që quhet një statistikë inferenciale, sepse po thot diçka përtej databazës tonë dhe po generalizon tek të gjitha databazat e mundshme. Ky numër mund ta shihni se është shumë i vogël, do thotë ne jemi shumë i sigurt që kjo mesatarja që e kemi gjetur në databazën tonë është afër mesatarës që do ta gjente dikush tjetër nëse do ta merrte një mostër nga kjo popullat. Arsyeja është sepse i kemi 1300 persona dhe mostra është e madhe, do thotë do të ishte shumë aksidentale nëse ne do të mostronim kaq shumë njerëz dhe do ta merrim një mesatare që është totalisht e ndryshme mesatarës së vërtet në popullat. Dhe për shkak se është aq e pamundur që ta kemi një mesatare shumë të ndryshme me 1362 persona, ky numër këtu është shumë i vogël, domethënë gabimi në vlerësimin tonë të mesatarës. Nëse numri i mostrës do të ishte shumë i vogël, në rast ndoshta 200, kjo vlera këtu do të ishte shumë më e madhe, do të ishim shumë më të pasigurt rreth vlerës reale të mesatarës. Atëherë kjo ishte shumë pak mbi statistikat inferenciale. Këto mund të bëhen rigoroze në mënyra të ndryshme, dhe është me të vërtet një storje shumë interesante se si mund të bëhen rigoroze, edhe se si mund të matet, se sa të sigurt jemi se një statistikë që e kemi me një databazë të veçantë generalizohet tek të gjitha databazat e mundshme që mund të mbledhen nga një popullat. Atëherë ju falenderoj për vëmendjen në këtë video dhe do të vazhdojmë me statistika inferenciale në videot të tjera. Faleminderit.